Policia e Kosovës. Sa i përket veprimeve policore operative, bëjnë her pas here kontrolla të ndryshme sipas planit të tyre javor apo mujor, siç e kanë parapar nga veprimet manageriale, por që këto veprime në bazë të shtrirjes geografike për rikthim të aspektit të qyteteve të mëdha në Republikën e Kosovës, jo vetëm të Prishtinës, de facto ne tregohet se kemi mungesë zyrtare policore në terren, sepse ne faktikisht kemi një numër të madh, 50.000 policë, por që një pjesë shumë e madhe tyre kryjnë punë administrative dhe asnjëse nuk kryjnë punë policore. Prandaj duhet mendoj në aspektin organizativ brenda mekanizmave përkatëse që të kemi një shtrirje më të mirë të kapaciteteve humane, por të ndërmarrë veprime të caktuara preventive. De facto ne kemi një problematikë tjetër se ne jemi të thirrur në bazë të dokumentave strategjike që janë të disponuara dhe publike, polici i Laxhës, pra një gjë e tillë nuk praktikohet dhe askush nuk e njeh policin e Laxhës. S'ka funksionu Drizan, s'ka funksionu kjo besoj, se kam qenë në bashkë në atë në pikun kur është promovuar që kjo polici i Laxhës. Dëgjom, polici i Laxhës edhe letadin edhe ministri i punëve të brendshme, edhe drejtori i policisë, edhe sepse policinë ka shkatruar kjo ministri aktuale ka shkatruar punën e brendshme. Duke i ndrru pozicione, duke ndrru komandant, duke ndrru, kështu që janë të shkatruar këtë polici. Sa i përket policimit të mbashkësi ose polici i Laxhës. Polici i Laxhës është me shku me nejt në Laxhë dhe me njoftu gjithë Laxhën. Po ju policin e Laxhës tu njoftu me Laxhën, vjen urdhër i thotë në filan rrugën ka bllokime dhe të gjitha veturat dhe të shqiptuar tiketë. Nuk mundet polici i Laxhës edhe mu njoftu me Laxhën edhe mas orës 2 m'ja shqiptu të gjithëve ka tiketë, sepse ata nuk do të bashkëpunojnë me ato. Po kuptoni, e kanë keq kuptuar edhe kjo. Polici i Laxhës Polici i Laxhës ka qenë në funksion për të kryer më shumë shërbime? Por polici i Laxhës ka qenë në funksion të mishërimit të policisë me Laxhën. Duke janë njoftë këtyn që thëshin edhe dajtë se cilit prej panurve të asaj Laxhe, duke kriju informator të vetë edhe me ditë se cilin problem të asaj Laxhe, edhe për me kriju këtë figurë, këtë polici i Laxhës, nuk do të me shqiptu dënime ato. Nuk do të me shqiptu dënime, nuk do të me shqiptu masa, sepse nuk mund është ti me polici i Laxhës, ty si polic nuk vinë me të informu. Se ki besimin e qytetarëve? Nuk të vinë informacione sepse paradite... Shpavesh personi u rryer. Po, kryu është një figurë e u rryme. Kështu që policimi bashkësi, policia Laxhës ka dështu. Ndëgjëm, për me orë deri të siguria që për kërkuhet, për me largu armët, vetëm prezenca policëve, në rroba civile, në shkolla fillore dhe shkollat mesme. Edhe me udit, sepse në komuna, për shembull, ka pas, komuna tjera ka pas zyrtar policior, me vite e kanë kryer vetëm atë shërbim. Edhe këtë qyteti i kanë njoftë policët e shkollave, edhe nxënësit, edhe arsimtarët i kanë njoftë policët e shkollave, edhe ka pas shumë qetësi. Ndërsa tash as nuk dihet kush është polici i shkolla, kush janë ata policë, çfarë punojnë, sa rrinë të shkolla, ose shkurja me nejt, me patrollu rreth shkolle, nuk është preventiv mo. Preventiv është veprimi konkret, kontroll her pas here, pastisje her pas here, sepse policia ka të drejtë me bën kontroll. Ka të drejtë me të kontrollu veturet, ka të drejtë me të bëni kontroll trupit, në qoftë se ki diçka të paligjshme dhe s'ka nevojë për një urdhëm gjyqësor. Andaj jemi në pikën e fundit për me u kthyer për smari ky vend. Veprime konkrete, veprime pak më radikale, sepse jemi të hub kontrollën, jeta që është marrë nuk thejet. Unë e kisha bërë dhe një apel, sidomos tinexherëve, se unë e kuptoj, jemi një shoqëri që na dalë prej luftës, sociologët po thonë që na vjen 35 vjet, deri 50 vjet me u rikoperu se na sjena mirë. Okej, unë edhe ju e kena përjetu luftën, okej, na s'ka ku mirë. Mirë, po çka ka ai djalit që ka linë 2005-ën? I ka trashëgu pasojat e, besoj, pasojat e familjarëve, sepse ne jetojmë në një ambient ku vazhdimisht do shta dhe ka trashëgu, po, okej, për shembull na s'munëm me rikuperu për vete,
Mirë, po fëmija të s'kanë, çka është problemi? Kjo është e pashpjegueshme, kështu që ne duhet të themi... Madje ata po përjetojnë, si kurse rast në Banjskës, në një farë mënyrë, sipas ulimtimeve që janë bërë, edhe fëmijët e 2000 të setutje kanë përjetuar vështirë rast në Banjskës, tu bazu edhe në gjitha ato informacionet që kanë marrë nga familjarët, se çfarë ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës. Edhe kjo mund të jetë. Mirë, po ne... Tash po jemi në rolin e psikologut, pak po mundohemi me gjithë. Ne duhet të kthehemi në preventiv, sepse po shohim që ndodhi. 4 vrasje, motivet, çfarë motive? Asnjë motiv nuk është. Fatkeqësisht duhet me thonë që vrasjet në Kosovë paktën prej masufte, 90 ose 95% e tyre nuk kanë motiv apo motivet janë banale. Mirë, Drizan? Në aspektin e asaj që kërkesë të përmbyll pra se ndërhyrje visare, është çështja e policimit në lagje faktikisht duhet të ketë një modernizim komplet strukturor policor, por që faktikisht aspekti i familjes pra është prapë në fokus ku shumë pjesa ndërmuese prindve de facto nuk merren me fëmijët e tyre dhe kjo mund shkaktojë më pastaj veprime kriminogjene. Njëkohësisht aspekti gjyqësor-prokurorial, mbarvajtja shumë landeve në sirtare, mund të thonë që qytetarët që gjenden çështjet e tyre private në rrugë. Veprimet e tjera pra janë edhe veprimet të cilat lidhen me lojrat e fatit, ku në të kaluarën kemi pasur raste edhe që janë organizuar lojrat e fatit të zezën por ilegale, pra do duhet menduar në shumë aspekte. Pra janë shumë dimensione, shumë elemente, shumë faktorë që ndoshta në një ditë në studio do i elaborojmë pas prezantimit të gjeturave, po njëkohësisht edhe rekomandimet që do duhet bëhen, por në përgjithësi çka mund të thuhet është fakti që do duhet të këndjellemi dhe do duhet të veprojmë në aspektin preventiv, sesa në aspektin represiv. Veprimet pra po them që do të kemi prapë rritje të vrasjeve dhe vetvrasjeve, rrahjeve dhe veprimet e tjera, qoftë edhe të aspekti grabitjeve, varësisht nga intensiteti i faktoreve relevant. Hynë edhe elementet ekonomike, elementet sociale, elementet psikologjike, por gjitha këto duhet dhe kam vetëm një adresant që në institucionet të nivelit lokal dhe atë qendror. Mirë, Drizan, me qenë se jemi krejt në fund, dua të ndroj pak temë. Si që dini, Presidenti Republikës Srpska Dodik ka udhëtuar në Izrael për të marrë pjesë në një konferencë 2 ditore. Më parë ishte gjithashtu edhe në Serbi, në një konferencë tjetër. Ani, pse kjo vizitë vjen pavarësisht urdhër arrestit, aktiv lëshuar nga gjykata e Bosnjës dhe Hercegovinës ndaj tij për akuza që lidhen me sulmet ndaj rendit kushtetues. Çfarë do të ndodhë, Drizan? Veprimi i tij lëvizje ti nga Republika Srpska sepse brezin kufitar mes Bosnjë Hercegovinës dhe Serbisë e kontrollon pjesa federale. Ata në drejtori i përgjithshëm policisë federale të Bosnjës Hercegovinës ka kërkuar një hetim eksplicit se si ka ndodhur lëvizja e tij jashtë kufive federale të Bosnjës Hercegovinës, si ka hyrë në territorin e Republikës Serbe dhe më pastaj do duhet të analizuar ndikimi i tij brenda strukturave federale të Bosnjës Hercegovinës. Por shka thuhet në më është qartë azi që problematika në aspektin asoj shka povret në kontekstin rajonal, do të tani në një luftë drejt për drejt në nivelin federal, me qenë se ka një urdhër arresti të lëshuar të madje edhe ndërkombëtar, se ai të